Mbisteret që u zbuluan brenda në dasmën e gjestit, kërcënimi i Laertit ndaj Xhenit, ja çfarë ndodhi. Mbrëmjen e dasmës e cila tërhoqi vëmendjen të mbar shqiptarëve midis gjestit dhe Iletakos, duket se nuk është kaluar edhe pas disa incidenteve që nuk janë vënë re. Dasma e tyre organizuar me një ceremoni madhështore duke se kishte më shumë se sa vetëm festime dashurisë. Sipas dëshmive të njohura ditë më pas, atmosfera e gëzueshme është pritur në disa momente nga ngjarjet e papritura që lanë më shumë pyetje në ajër. Shkëlzeni, një nga ish-banorët më të njohur, foli edhe për ndodhitë që ndodhen me këtë ngjarje. Shkëlzeni zbuloi se Laerti, i cili ka pasur për marrëdhënie të tensionuara me të, e ka kërcënuar pas dështimit të tij për ta përshëndetur në mënyrë të përshtatshme, teksa u deklarua: "Kamerat duket se nuk e kanë kapur një moment të incidentit tim me Laertin. Unë hyra në shtëpi edhe pse ai nuk më kishte dhënë dorën gjatë largimit tim e nuk më kishte përshëndetur, gjë që duhet të ndodhë me të gjithë. Megjithatë, unë shkova me qasje pozitive, por ai përsëri nuk mua afrua, nuk më dha dorën. Gjatë fundit të spektaklit, teksa dukej se ishte dhe i pirë, erdhi të më jap dorën e unë i thash: "Nuk ta jap dorën se nuk ma ke dhënë, nuk e tregu respekt." Aq më tepër që burrat e Malësisë, por edhe shqiptarët e vërtet, ashtu siç i thua veten ti, nuk mund të rrinë me duar në xhepa ndërkohë që tjetri është goditur. Kanë qenë deklaratat e Xhenit që duket se e kanë acaruar edhe Laertin. Duke mos dashur të jap më shumë detaje për fjalet e thëna nga Laerti, kjo situatë dhe incident është konfirmuar edhe nga banorë të tjerë që ishin të pranishëm, e jo vetëm kaq, pasi ndodhi të tjera të pakëndshme pat gjithashtu edhe teksa Rozana me Valbonën duke kërcyer kanë imituar shpullën e Jozit ndaj gjestit. Një gjest as pak i bukur, por ndryshe nga kjo, një moment i bukur u vërej teksa Rozana dhe Neda, edhe pse armike të përbetuara i dhanë dorën njëra tjetrës në fillimin e mbrëmjes.